Jam i bindur që do të arrisë besimin e publikut në institucionet gjyqësore të Republikës së Kosovës. Nuk kemi pse të dyshojmë që kemi të bëjmë me shkelje të informata apo gjëra të tilla. Por më tepër shkon në funksion të një sistemi gjyqësor të hapur dhe transparent. Në bindjen time nuk është që ka elemente të cënimit të privatësisë. Kjo është një lloj letimi edhe për gjykatën, një farë lloj lehtësie për gjykatën sepse do duhet të anonimizonin për shembull vendimet penale me iniciale do duhet i publikonin, tashmë nuk e kanë këtë detyrim dhe njëkohësisht edhe vetë qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë më hamendje se kush është personi akuzuar në fjalë, mirë po e ka me emër të plot. Ky udhëzim në formën se si është publikuar dhe në formën se si është hartuar dhe miratuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, jashtëzakonisht është i mirëpritur dhe do duhet të ishte i mirëpritur nga shoqëria dhe jam i bindur që do të arrisë besimin e publikut në institucionet gjyqësore të Republikës së Kosovës. Nuk kemi pse të dyshojmë që kemi të bëjmë me shkelje të informata apo gjëra të tilla. Tek e fundit shërtimet gjyqësore të cilat zhvillohen pranë gjykatave tona nuk zhvillohen me iniciale. Zhvillohen me emër dhe mbiemër të plot. Është në linjë me ato që përcaktohen me dispozitat respektive të kodit procedurës penale, me tekst veçantë 369/70, sipas të cilit parashihet që të publikohen vendimet. Natyrisht udhëzimi përcakton edhe mënyrën e publikimit, pastaj edhe rrethanat përjashtuese se çka në fakt mund dhe duhet të publikohet, si edhe çka nuk mund të publikohet. Dhe për më tepër shkon në funksion të një sistemi gjyqësor të hapur dhe transparent. Në bindjen time nuk është që ka elemente të cënimit të privatësisë, po ashtu duhet besoj që me këtë rast Këshilli Gjyqësor i Kosovës është konsultuar mjaftueshëm me dispozitat respektive ligjore në fuqi, përfshirë edhe Agjencinë për Informimin dhe Privatësinë.